Është shumë emocion i madh për Zotin, sa hera parë që festoj kuvën me vllaznin. Allah është tonë sakrifica, mundi djersa i tonë stafit, prej të lojtarëve deri stafin. Një kampionat i dominuar nga Vllazniu 16. Po, shumë i dominuar dhe i meritum sepse kena luajtur 4 meçe kundër Tiranës, 3 janë fituar me rezultat shumë pastër, edhe një barazim që na kanë marrë për fat tyne. Çfarë veçoni çfarë vit? Një veçat që kanë vetur në mend. Stërvitja për kushtimi i djemve. Mua më është se vite tjera. Cila ka qenë ndeshja më e bukur për ju në këtë sezon? Kjo ndeshje s'ka se me kanë ndeshje tjetër, se është ndeshja për titull, barazim pikë shishim, edhe i me goditjen e fundit Tiranës edhe çu me kupën. E fillon karrierën me një titull kampion dhe me shumë tifos. Do të jetë kjo një nxitje për vazhdimin të karrierës? Po një nxitje e madhe, jo vetëm për mua, për tonë stafin, si thash, edhe për ekipin, sepse hera parë tonë Brezi 2010 që çojmë një kupë kaq të rëndësishme. Ky titull për kë shkon një dedikim për Shpuzën? Për familjen gjithmonë, se më kam mbështetëm, kam marrë për krahë gjithmonë. Sa ndikim ka baba juaj Shpuza, trajneri i portierëve? Ka një ndikim të madh sepse më kam marrë gjithmonë në ofër, edhe e kam marrë trajner portierash, edhe tonë hobet e parë e kam mësuar prej tij. Ku synon të mrej Shpuza në vazhdim të karrierës sportive? Gjithmonë si çdo lojtar kam qejf me luajt me ekipin e vendit tënd me vllaznin. Suksese. Suksese, faleminderit.